Partia Socialiste deklaron se koalicioni i ri me Lëvizjen Socialiste për Integrim nuk ndryshon asgjë në lidhje me qëndrimin për ngjarjet e 21 janarit. Antarja e kryesisë së kësaj partie, Mimi Kodeli, ka theksuar se Majta do të kërkojë gjithmonë drejtësi për viktimat e demonstratës dhe sapo të vinë në pushtet do të mbështesë bardhjen e tragjedisë me 4 viktima. Me ardhjen e Partisë Socialiste në pushtet, 21 janari do të gjykohet ashtu siç meriton. Të gjithë autorët e asaj masakre do të shkojnë në gjyq, do të shkojnë përpara gjyqit, ashtu siç e meritojnë, në respekt të ligjeve shqiptare, në respekt të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në respekt të jetëve të humbura, në respekt të dinjitetit të poshtëruar nga kjo qeveri. Do të jemi plotësisht dhe thellësisht në anën e drejtësisë së vërtet, mbasi ne të vimë në pushtet. Reagimi vjen pas pyetjeve të ngritura ditët e fundit në media nëse Partia Socialiste do të ndryshonte qëndrim për këtë demonstrat.